Loredana i jep fund çdo shpresë të Jozit, as në ëndrat e tua nuk bashkohem me ty. Drama mes Loredanës dhe Jozit sa vjen e bëhet më e ashpër. Pas shumë përpjekjeve nga ana e Jozit për t'u afruar dhe për të rikthyer marrëdhënien me Loredanën, ajo më në fund e ka bërë të qartë një herë e mirë se nuk ka asnjë mundësi për një ribashkim mes tyre. Gjithçka ndodhi gjatë një bisede ku Jozi, ende i mbushur me shpresë, u përpoq të afrohej me të, duke i kërkuar një mundësi për të folur dhe për të sqaruar situatën mes tyre. Ai u shfaq i sinqert dhe i përulur, duke i thënë: Loredana, e di që kemi pasur shumë debate, shumë keqkuptime, por unë e di që mes nesh ka pasur diçka të veçantë. Pse të mos e provojmë edhe një herë? Të paktën të flasim si dy njerëz të rritur. Por Loredana nuk e kishte as pak ndërmend ta lejonte atë të afrohej përsëri. Me një ton të prerë dhe një shikim të ftohtë, ajo e ndërpreu menjëherë: Jozi, nuk ka asnjë ne. Nuk ka pasur dhe nuk do të ketë kurrë. As në ëndrat e tua nuk bashkohem me ty, e jo më në realitet. Pranoje dhe lëre këtë muhabet një herë e mirë. Fjalët e saj ishin një goditje e rëndë për Jozin, i cili u duki tronditur nga përgjigjja e saj e drejt për drejt. Ai filloi të humbiste durimin dhe i tha: Pse e bën këtë? Pse tallesh me ndjenjat e mia në këtë mënyrë? Loredana, pa asnjë shenjë emocioni, vetëm ngriti supet dhe i tha: Nuk jam unë që po tallem, Jozi. Ti je ai që nuk kupton kur duhet të ndalesh. Lëre këtë dramë dhe vazhdo jetën tënde. Banorët e tjerë po ndiqnin gjithë skenën me kureshtje, ndërsa Jozi u largua i zhgënjur dhe i acaruar, duke kuptuar se për të dhe Loredanën nuk kishte më kthim pas. Si do të ndikoj ky refuzim tek Jozi? A do të vazhdoj të përpiqet apo do të dorëzohet më në fund? Drama vazhdon. Gjesti acaron Olën deri në pikën e lodhve, tensioni mes tyre arrin kulmin. Në shtëpinë e Big Brother, atmosfera është gjithnjë e mbushur me tensione dhe përplasje mes banorëve. Por këtë herë Gjesti dhe Ola kanë qenë protagonistët e një skene të acaruar që ka përfunduar me lodh. Gjithçka nisi kur Gjesti, si gjithmonë me natyrën e tij provokuese, filloi të tallej me Olën gjatë një bisede në kuzhinë. Ai nuk e linte rehat, duke e ngacmuar vazhdimisht me komente ironike dhe duke bërë shaka në mënyrë të tepruar. Ola, ti je shumë e ndjeshme moj. Nuk e di si ja del këtu brenda, se me një fjalë të thënë me shaka ti bën sikur të shembet bota. Tha ai duke qeshur. Ola fillimisht u përpoq ta ignoronte dhe të mos i jepte rëndësi, por Gjesti nuk ndaloi, madje filloi të imitoj mënyrën e saj të folurit dhe të reagimit, duke e bërë të ndihej edhe më keq. E shikoni si bëhet si fëmijë i llastuar? Ah, unë nuk e përballoj dot këtë dramë. Tha ai duke imituar zërin e saj, ndërsa banorët e tjerë qeshnin. Ky moment e bëri Olën të acarohej edhe më shumë. Ajo i ktheu një shikim të ftohtë dhe i tha: Gjesti, mjaft. Ti gjithmonë e bën këtë. Po më acaron me të vërtetë, nuk e di kur duhet të ndalesh. Por Gjesti nuk u ndal, madje vazhdoi duke buzëqeshur dhe duke e sfiduar më tej. Ola u nervozua. Po pse moj, të vërtetën po them. Ti je shumë emocionale, merr çdo gjë personale. Në këtë moment, Ola nuk mundi më të përmbante lotët. Ajo u largua me nerva nga situata, duke shkuar në dhomën e gjumit për t'u qetësuar. Banorët u ndanë në dy grupe, disa mendonin se Gjesti e kishte kaluar cakun, ndërsa të tjerë të shihnin si një shaka të zakonshme që Ola nuk e përballoi dot. A do të kërkoj falje Gjesti apo tensioni mes tyre do të rritet edhe më shumë? A do të ndikoj kjo përplasje në dinamikën e lojës? Drama vazhdon. Jozi përpiqet të afrohet me Loredanën, por ajo e refuzon dhe e tall hapur para banorëve. Pas disa ditësh tension dhe ftohjeje mes tyre, Jozi vendos të hapë zemrën dhe të kërkojë një mundësi për t'u afruar sërish me Loredanën. Ai i afrohet asaj me një ton të butë dhe i thotë se ende ka ndjenja për të dhe se do të dëshironte që gjërat të rregulloheshin mes tyre. Loredana, mendoj se ende kemi diçka mes nesh, ndoshta mund ta provojmë sërish? I thot ai me një zë të ulët dhe shikim të ndrojtur. Por Loredana nuk duket as pak e bindur nga fjalët e tij. Përkundrazi, ajo e shikon me një buzëqeshje ironike dhe ja kthen me një ton tallës: Jozi, seriozisht po flet? Ti dhe unë s'bëjmë fare bashkë.
Nuk e di pse mendon që unë do të rikthehem me ty. Por më beso, nuk ndodh kurrë. Jozi mbetet I hutuar nga përgjigja e saj, por Loredana vazhdon të tallet me të para banorëve të tjerë, duke bërë situatën edhe më të sikletshme për të. E shihni këtë djalin këtu? U drejtohet ajo banorëve përreth, duke treguar me dorë nga Jozi. Vjen dhe më lutet sikur unë jam ndonjë çmim që mund ta fitoj. Por realiteti është që ai nuk bën për asgjë. Banorët e tjerë fillojnë të qeshin, ndërsa Jozi përpiqet të ruajë qetësinë, por është e qartë se është I lënduar nga fjalët e saj. Ai mundohet të mbajë një qëndrim të fortë dhe I përgjigjet, "S'ka problem, Loredana. Nëse ti mendon kështu, s'kam ç'të bëj." Koha do t'rregojë kush është ai që humbi. Por Loredana vazhdon me ironinë e saj, duke I dhënë një goditje të fundit. Koha ka treguar tashmë, Jozi. Dhe më beso, nuk jam unë ajo që humbi. A do të përpiqet Jozi sërish të fitojë zemrën e Loredanës, apo ky është fundi përfundimtar I përpjekjeve të tij? Mbetet për t'u parë në vazhdim. Egla Ceno dhe Laerti afrohen edhe më shumë, puthje pasionante dhe momente intime në vask. Mbrëmja në shtëpinë e Big Brother mori një tjetër kthes të papritur, kur Egla Ceno dhe Laerti shfaqën një afeksion të hapur ndaj njëri tjetrit. Ndërsa të gjithë banorët ishin të zënë me bisedat e tyre, Egla dhe Laerti u shkputën nga grupi dhe krijuan një moment intim vetëm për veten e tyre. Gjithçka nisi me një flirt të lehtë, ku Egla po e provokonte Laertin me batuta dhe shikime të thella. "Mos më shiko kështu, se mund të ndodhë diçka që nuk e ke menduar," I tha ajo duke buzëqeshur, ndërsa Laerti, I hutuar nga situata, filloi të qeshte dhe t'i shmangej në mënyrë lozonjare. Por tensioni mes tyre vetëm sa u rrit dhe në një moment, Egla e mori situatën në dorë dhe e puthi Laertin pa hezitim. Banorët e tjerë që ishin pranë u tronditën nga ky veprim, ndërsa Laerti mbeti pa fjalë për disa sekonda. Dukej se ai nuk e kishte pritur një hap kaq të guximshëm nga Egla, si për t'i shtuar akoma më shumë intensitetin momentit, Egla e ftoi Laertin të futeshin së bashku në vask. Laerti hezitoi për pak sekonda, por më pas se ndoqi I pas. Të dy u futën në ujë, ku vazhduan të flirtonin dhe të qeshnin me njëri tjetrin, Laerti duke I hutuar dhe ende nuk e kuptonte se çfarë po ndodhte. "Po ti, çfarë po bën kështu?" E pyeti ai Eglan me një buzëqeshje të lehtë. "Thjesht po të testoj," I u përgjigj ajo duke I kaluar gishtat në flokë. "Po më duket se po të pëlqen shumë ky test, apo jo?" Laerti nuk e fsheu dot të qeshurën dhe I tha, "Më ngjan sikur po jetoj një film, nuk e di më çfarë po ndodh." Ky moment mes tyre ka ndezur thashethemet brenda shtëpisë. A është ky fillimi I një romance të re? Apo është thjesht një lojë nga ana e Eglës? Kjo mbetet për t'u parë në ditët në vijim. Egla Ceno flet hapur për gjestin dhe bën një deklaratë të fortë. "Unë doja të tallesha, të puthesha, por jo vetëm me Laertin, edhe me gjestin." Gjatë një bisede të gjatë dhe të hapur me disa prej banorëve të tjerë në shtëpinë e Big Brother, Egla Ceno befasoi të gjithë me një deklaratë që nuk pritej. Ajo pranoi se nuk kishte një synim të qartë për Laertin dhe se gjithçka që kishte ndodhur mes tyre ishte më shumë një lojë dhe një mënyrë për të shijuar eksperiencën brenda shtëpisë. Por ajo shtoi diçka edhe më të bujshme, duke thënë se nuk kishte problem që të bënte të njëjtën gjë edhe me gjestin. "Njerëzit ndoshta e kanë marrë shumë seriozisht lidhjen time me Laertin," tha Egla duke buzëqeshur. "Por në fakt, unë doja të tallesha, të puthesha, të bëja lojën time dhe nuk do të më shqetësonte fare sikur të ndodhte edhe me gjestin." Deklarata e saj bëri që disa prej banorëve të hapnin syt me habi, ndërsa të tjerët filluan të qeshnin dhe ta ngacmonin. "Egla, po na habit. Do me thënë, gjestin e ke parë gjithmonë si opsion?" E pyeti një prej banorëve. "Po, normalisht." U përgjigj ajo pa u menduar shumë. "Në fund të fundit, jemi këtu për të luajtur, apo jo? Nuk e kam parë asnjëherë si një lidhje të madhe apo një dashuri të madhe. Thjesht, doja të argëtohesha." Por si do ta pres gjestin kjo deklaratë? A do të reagojë ai ndaj fjalëve të Eglës, apo do ta marrë me sportivitet? Mbetet për t'u parë se çfarë do të ndodhë në vazhdim.
Gjesti dhe Dania krijojnë një moment argëtues duke luajtur me makarona dhe duke qeshur pa pushim. Në një atmosferë të relaksuar brenda shtëpisë, Gjesti dhe Dania vendosen të kalojnë pak kohë duke bërë shaka me njëri tjetrin dhe kësaj here. Lodrat e tyre ishin pjatat me makarona që kishin përpara. Duke hedhur makarona ndaj njëri tjetrit, duke bërë figura të çuditshme me to dhe duke u tallur mes tyre, dyshja dukej se po shijonte momentin në maksimum. Dania, me buzëqeshjen e saj të zakonshme, e mori një fije makarone dhe e vendosi mbi buzët e saj duke u shtirur sikur kishte mustaqe, duke bërë që të gjithë banorët të shpërthenin në të qeshura. Gjesti nuk mbeti pas dhe menjëherë e imitoi atë, duke e bërë situatën akoma më komike. Hë Dania, apo të pëlqen stili im i ri? Tha Gjesti me humor, ndërsa Dania qeshi dhe ia ktheu. Po, dukesh si një shef kuzhine që s'di të gatuaj. Duke vijuar me lojën e tyre, Gjesti u përpoq t'i hidhte disa makarona mbi flokët e Danjës, por ajo lëvizi shpejt duke i shpëtuar sulmit. Situata u bë edhe më gazmore kur Dania mori një pirun dhe i afroi një tufë makarona drejt fytyrës së Gjestit, duke i thënë me shaka: a do të hash apo do të vazhdosh të bësh budallallçe? Të qeshurat e tyre të sinqerta dhe energjia pozitive e këtij momenti e bën gjithë skenën shumë të këndshme për banorët e tjerë, të cilët po shikonin dhe po i mbështesnin me duar trokitje e të qeshura. Disa madje filluan të bëjnë shaka se mos ky moment ishte shenjë e një afrimi më të madh mes tyre. Gjesti dhe Dania, edhe pse ndonjëherë kanë pasur përplasje brenda shtëpisë, treguan se dinë të kalojnë momente argëtuese dhe të sjellin një atmosferë më të lehtë mes banorëve. A do të vazhdoj kjo misi e tyre apo ishte thjesht një moment kalimtar humori? Mbetet për t'u parë. Sherrri i ashpër mes Gertës dhe Valbonës, situata del jashtë kontrollit, tensionet në shtëpinë e Big Brother kanë arritur kulmin. Një debat i nisur mes Gertës dhe Valbonës ka përfunduar në një situatë të pakontrollueshme, duke çuar në një përplasje fizike mes dy banorëve. Gjithçka nisi gjatë një bisede të tensionuar në obor, ku Gerta dhe Valbona kishin filluar të debatonin ashpër për disa deklarata të bëra më herët në shtëpi. Valbona e akuzonte Gertën se po futej në mes të lidhjeve dhe se ajo gjithmonë përpiqej të krijonte përçarje mes banorëve. Ti nuk di të rish pa futur hundët në punët e të tjerëve. Je gjithmonë aty ku nuk të takon, tha Valbona me nervozizëm, duke e parë drejt e në sy Gertën. Gerta, e njohur për temperamentin e saj të fortë, nuk e priti mirë këtë akuzë. Ajo ju afrua Valbonës dhe i tha me një ton të ashpër: mos fol për gjëra që nuk i di. Ti je e fundit që duhet të më japësh leksione morali. Nga fjalët, situata kaloi shpejt në veprime fizike. Në kulmin e debatit, Gerta e kapi Valbonën për flokësh, duke e tërhequr me forcë. Valbona u përpoq të mbrojë, por duke je surprizuar nga veprimi i papritur i Gertës. Banorët e tjerë u alarmuan menjëherë dhe u përpoqën t'i ndanin dy vajzat, ndërsa situata po eskalonte gjithnjë e më shumë. Disa banorë filluan të bërtisnin, ndërsa të tjerët hynë mes tyre për t'i ndarë. Mjaft. Qetësohuni. Bërtiti njëri nga banorët, duke u përpjekur të ndalonte përplasjen. Valbona, e acaruar dhe e tronditur, u largua nga skena me duart tek flokët, duke u ankuar se Gerta e kishte goditur më shumë se ç'duaj. Ndërkohë, Gerta nuk u pendua për veprimin e saj dhe vijoi të fliste me zë të lartë, duke thënë se nuk do ta linte Valbonën t'i fliste me atë ton. Kjo situatë ka trazuar atmosferën në shtëpi, duke sjellë edhe më shumë ndasi mes banorëve. A do të ketë ndëshkim për Gertën? A do të përshkallëzohet më tej konflikti mes saj dhe Valbonës? Gjithçka mbetet për t'u parë në ditët në vijim. Debati mes Rozanës dhe Gertës arrin kulmin, duke shkaktuar tension mes banorëve të shtëpisë. Rozana, e irrituar nga sjellja dhe fjalët e Gertës, nuk përmbahet më dhe e sulmon me fjalë të ashpra. Ti je një shtrik e vërtet, Gerta. Nuk kam parë ndonjëherë një person më të ligë se ty. Nuk lë asnjë rast pa bërë drama dhe pa futur përçarje mes njerëzve këtu brenda. Thot ajo me nervozizëm, duke e parë drejt e në sy. Gerta, e prekur nga fjalët e Rozanës, nuk e lë me aq. Ajo ngres zërin dhe i përgjigjet menjëherë. Po ti kush je që flet për mua kështu? Ti je e fundit që mund të më gjykosh, sepse je më e keqja këtu brenda. Je manipulatore dhe hipokrite, e gatshme të bësh gjithçka për të dalë në qendër të vëmendjes.
Banorët e tjerë fillojnë të komentojnë situatën nën zë, disa duke qeshur, e disa duke vënë duart në kokë nga tensioni mes tyre. Rozana, tashmë e tërbuar nga fjalët e Gertës, bën një hap para dhe me një ton edhe më të ashpër i thotë: "Unë mund të jem çfarë të duash, por të paktën nuk jam një shpifse dhe një provokuese si ti. Ti e ke hobi të shpikësh histori dhe të helmosh atmosferën këtu brenda. Askush nuk të beson më." Gerta qesh ironikisht dhe tund kokën. "Ti je vetëm një aktore e dështuar që nuk di ç'të bëj tjetër përveç se të bërtas. Kujton se mund të më trembësh me këto fjalë?" "Jo moj, Rozan, se të njoh mirë se çfarë loje luan." Atmosfera bëhet gjithnjë e më e tensionuar dhe banorët e tjerë shohin nga njëri tjetri, të habitur nëse debati do të përfundojë apo nëse do të përshkallëzohet edhe më shumë. Debati mes Gjestit dhe Gertës ndizet në mes të shtëpisë, duke tërhequr vëmendjen e të gjithë banorëve. Gjesti, i acaruar nga sjellja e Gertës, i drejtohet asaj me një ton të lartë dhe të prerë. "Ti je një shpifse e keqe, Gerta. Nuk bën gjë tjetër veç se sajon histori dhe përhap thashe theme për të nxirr të tjerët. Nuk e di a e kupton, por loja jote është e ulët dhe qesharake," thot ai, duke e parë atë me nervozizëm. Gerta, e irrituar nga fjalët e Gjestit, nuk e lë me aq dhe menjëherë i përgjigjet me ironi. "Ah po, sigurisht. Kur them unë të vërtetën, ti e quan shpifje. Sepse të ka dal boja në Gjesti dhe e di shumë mirë që nuk mund të fshihesh më pas lojrave të tua të pista." Ja kthen ajo, duke i drejtuar një shikim sfidues. Gjesti fillon të qesh me përçmim dhe tund kokën. Po, ti qenë ke më e drejta nga të gjithë këtu. Ti që manipulon dhe fut përçarje mes banorëve, pastaj viktimizohesh sikur të gjithë të kaninat. Hipokrizia jote s'ka kufi, Gerta. Ja kthen ai me ironi. Banorët e tjerë fillojnë të komentojnë nën zë, ndërsa debati sa vjen e bëhet më i ashpër. Gerta, tashmë e nxehur, afrohet dhe i drejtohet Gjestit me një ton edhe më të fortë. "Ti flet për hipokrizi? Ti, që bën sikur të interesojnë njerëzit këtu, por në të vërtetë i përdor të gjithë për lojën tënde? Mos kujto se nuk të njohim çfarë lloj personi je." Gjesti qesh sërish, por këtë herë duket më i acaruar. "Ti nuk njeh as veten tënde, jo më mua. Nëse mendon se do të dalësh mbi mua me këto akuza qesharake, e ke shumë gabim. Sepse ti je thjesht një shpifse që nuk ka asgjë tjetër për të ofruar përveç fjalëve boshe." Tensioni mes tyre rritet dhe atmosfera në shtëpi bëhet edhe më e rënduar, ndërkohë që banorët presin të shohin nëse ky debat do të përfundojë apo do të marrë një tjetër kthes më të fortë. Ola dhe disa prej banorëve të tjerë shpërthejnë në një debat të ashpër kundër Gjestit, duke e vënë atë në qendër të kritikave dhe akuzave. Të acaruar nga sjellja dhe veprimet e tij, ata e sulmojnë me fjalë, duke i bërë të qartë se nuk e shohin si një person të denjë për të qëndruar më gjatë në shtëpi. "Ti je një njeri shumë i keq, Gjesti. Nuk ke fare ndjenja, nuk e di si arrin të sillesh kështu me njerëzit," i thot Ola, me një ton të lartë dhe plot nerva. Banorët e tjerë e mbështesin atë, duke tundur kokën dhe duke i hedhur vështrime përçmuese Gjestit, i cili fillimisht përpiqet të ruajë qetësinë, por duket qartë që situata po bëhet e papërballueshme për të. "Nuk meriton asgjë. Je thjesht një manipulues, një lojtar i paskrupull që vetëm mendon si të përfitojë nga të tjerët," thot një tjetër banor, duke i drejtuar një shikim të ftohtë. Gjesti ngre vetullat dhe qesh me ironi, por brenda tij dallohet një lloj tensioni. "Kush jeni ju të më gjykoni? Sikur të ishit ju më të mirët këtu brenda. Të gjithë luani lojën tuaj, por unë të paktën nuk e fsheh." Kjo deklaratë i acaron edhe më shumë banorët. Ola, duke mos e përmbajtur dot veten, afrohet edhe më shumë dhe i thot me përçmim: "Ti nuk ke respekt për askënd. Ti përdor njerëzit, krijon drama dhe pastaj sillet sikur nuk ke faj. Ne të gjithë e kemi kuptuar lojën tënde." Tensioni rritet, banorët flasin njëri mbi tjetrin dhe Gjesti, edhe pse përpiqet të duket i ftohtë, duket se është i goditur nga sulmet. Ai shikon përreth, sikur kërkon një aleat, por këtë herë duket se të gjithë janë kundër tij.
Gjesti shpërthen ndaj Olës me ofendime të rënda, duke sjellë tension në shtëpi. Në një debat të ashpër mes Gjestit dhe Olës, situata në shtëpinë e Big Brother del jashtë kontrollit. Pas disa shkëmbimeve të forta fjalësh, Gjesti humb durimin dhe e ofendon rënd Olën, duke i thënë se ajo është një vajzë e përdal, e poshtër dhe pa moral. Ai nuk ndalet me kaq, por vazhdon ta sulmoj, duke pretenduar se Jozi i ka futur duart, gjë që bën që Ola të acarohet edhe më shumë. Mos fol për mua në atë mënyrë. Ti nuk ke asnjë të drejtë të përmendësh emrin tim në atë formë. Ja kthen ajo me nervozizëm. Tensioni rritet dhe banorët e tjerë fillojnë të ndërhyjnë për t'i ndarë, teksa Ola duket jashtëzakonisht e lënduar dhe e zemëruar nga fjalët e Gjestit. Rozana dhe Valbona i vinë në mbrojtje, duke e qortuar Gjestin për sjelljen e tij, ndërsa Jozi përpiqet të qetësojë situatën, por pa shumë sukses. Debati vazhdon për disa minuta, me Gjestin që vazhdon të ironizojë dhe të tallet, ndërsa Ola, tashmë me zë të dridhur nga zemërimi, i thot: "Ti nuk je askush që të më gjykosh mua. Kujdes me fjalët se ke kaluar çdo limit." Situata duket se ka krijuar një ndarje të madhe mes banorëve, duke bërë që shumë prej tyre të marrin anë në këtë konflikt. A do të ketë pasoja për Gjestin pas kësaj sjelljeje? A do të përshkallëzohet më tej situata? Në shtëpinë e Big Brother asgjë nuk mbetet pa pasoja.